sot është ditë e premte dhe çfarë na duhet të premteve, na duhet edhe horoskopi ekonomik, ashtu sikurse na duhet nga hëna dhe deri në ditën e njëjtë edhe premtja ka po aq rëndësi lidhur me mënyrën se si yjet dhe planetet janë pozicionuar në favorin ose disfavorin tuaj. Urojmë, shpresojmë që gjithçka të jetë mirë, megjithatë mbetet për tu parë për secilën shenjë se si do të jetë situata. Ne do nisim me njëherë me shenjën e parë, shenja e dashit. Në punë të pret një javë me ritëm të shpejtë dhe vendime të rëndësishme, mund të marrësh një përgjegjësi të re që të hapë rrugë për avancim. Financat kërkojnë kujdes me shpenzimet impulsive. Një mundësi e vogël fitimi mund të vijë nga një bashkëpunim për ju që i përkisni shenjës së dashit. Shkojmë të nga shenja e dashit e Demi, është shenja e radhës ku së bashku do të ndalemi për të parë se si do të vijoj dita në aspektin financiar dhe atë të karierës. Stabiliteti në punë do të t'jap siguri, por kërkohet më shumë fleksibilitet. Nga njëra anë, patjetër ju keni punuar për të vendosur themelet e punës suaj, por nga ana tjetër duhet jeni të gatshëm ndonjëherë që edhe të bëni diçka e cila mund t'ju çojë deri diku jashtë zonës suaj të komfortit. Një projekt i ngadalshëm fillon që t'jap rezultate, financat përmirësohen gradualisht fal menaxhimit të kujdesshëm. Shmang investimet e nxituara. Kjo sa i përket shenjës së Demit, vijoj më tej ndjes me shenjën e binjakëve. Komunikimi në punë është çelësi i suksesit në këtë periudhë. Mund të hapen mundësi të reja bashkëpunimi për ju që përkisni binjakëve, financat janë të paqëndrueshme, ndaj bëj kujdes me shpenzimet. Një ide kreative mund të sjellë të ardhura shtesë për ju. Vijoj më tej me shenjën e radhës, jemi tek gaforja. Në punë, cila do qoftë industria në cilën ti je përfshirë, mund themi që ndihesh më i ngarkuar, duket sikur sot të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë tua po peshojnë më shumë se sa në ditë të tjera. Por e rëndësishme është të thuhet në këtë pikë që përtej lodhjes rezultatet do të shpërblehen. Do të keni një moment për të ndjerë mirë edhe pse jeni lodhur, edhe pse mund të keni sakrifikuar shumë, sidoqoftë do të shihni një progres në jetën tuaj profesionale, që nga e cila patjetër do të motivoheni akoma edhe më shumë për të punuar dhe për të dhënë performancën tuaj më të mirë. Mbështetja nga kolegët është po ashtu e rëndësishme, kështu që nëse keni njerëz pranë vetes që ju përkrahin, duhet të ndjeni me fat, jo vetëm sot, po kurdoherë. Financat do të kërkojnë planifikim më të mirë dhe e rëndësishme është të thuhet se një pagesë e vonuar mund të vijë më në fund. Pavarësisht se ju ka lënë të prisni për një kohë të gjatë, ju ka bërë të mendoni a do ta kem apo jo, apo duhet heq dorë përfundimisht, do të vijë, do të bëhet e juaja dhe kjo nuk ka më diskutim. Shkojmë tek Luani më tej. Luani është shenjë ambicioze dhe gjithmonë e kërkon që t'jetë në qendër të vëmendjes. E me sa duket, pikërisht këtë e merr. Se cilat janë mënyrat, këtë nuk dim ta themi ende, sepse është patjetër shumë individuale dhe nuk mund të përgjithsojmë çdo Luan, por ajo çfarë është e rëndësishme të thuhet është që sidoqoftë ke vëmendjen e të gjithëve në këtë pikë. Mund të marrësh një vlerësim ose promovim, financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e luksit. Një mundësi e re profesionale shfaqet papritur. Shkojmë tek Virgjëresha. Për Virgjëreshën, organizimi dhe detajet sjellin sukses në punë. Një detyrë e vështirë do të përfundohet me sukses, financat do të përmirësohen. Fal disiplinës suaj, është një moment i mirë ky për të kursyer dhe për të hequr para më njanë, sepse me muajt që do të vinë, gjëra akoma dhe më të bukura do t'ju presin, kështu që
ju duen edhe disa para për t'i bërë disa qefe të vogla vetes dhe për t'i përballuar disa shpenzime. Shkojmë te nga Virgjëresha tek Peshorja. Balanca në punë është e rëndësishme për të shmangur stresin. Një bashkëpunim i ri mund t'jetë i dobishëm. Financat janë të qëndrueshme, por pa rritje të madhe. Dhe duhet që patjetër të bëni kujdes me vendimet e shpejta. Mos u nxitoni, merrni kohën tuaj, mendojeni gjithçka mirë, përfitoni edhe nga eksperienca e të tjerëve për të marrë disa këshilla dhe për të shfrytzuar maksimalisht më tej potencialin tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, jemi tek Akrepi. Sa i përket Akrepit, në punë do të shfaqen sfida të cilat do të kërkojnë përshëndrim. Ke mundësi që të tregosh aftësitë e tua. Financat mund të kenë disa luhatje të vogla, mund të gjeni veten ndoshta përballë ndonjë vështirësie të vogël, por që mbetet minimaliste. Një mundësi investimi do të kërkojë analizë të kujdesshme. Shkojmë tek Shigjetari. Energjia e lartë të ndihmon në punë dhe në projekte të reja, mund të udhëtosh ose të bashkëpunosh me persona të rinj. Financat përmirësohen ngadalë, kujdes me shpenzimet e tepërta, mos u tregoni dorë lëshuar, ditën e sotme nuk është kjo, dita e duhur. Shkojmë te nga Shigjetari tek Bricjapi. Flasim për disiplinë në punë për Bricjapin, një disiplinë e cila do të sjellë rezultate të shëndrueshme, një projekt afatgjat do të filloj të jap fryte. Financat janë të sigurta dhe gjithmonë në rritje. Ky është një moment i mirë për një planifikim afatgjat. Shkojmë tek Ujori. Për Ujorin, ide të reja në punë do ta veçojnë nga të tjerët, pra do ta bëjnë të ndihet si delja e zezë e tufës, mund të marrësh një ofertë interesante, financat janë ende të paqarta. Ndaj, mirë do t'ishte që tregoshet shumë të kujdesshëm. Një burim i ri të ardhurash mund të hapet, por ashtu siç mund të hapet, mund edhe të largohet krejt papritur nëse nuk dini që ta ruani ashtu siç duhet. Dhe për ta mbyllur me horoskopin ekonomik do ndalemi tek Peshqit. Sa i përket shenjës së Peshqve, intuita do të ndihmojë në vendimet profesionale. Një ndryshim në punë mund të sjellë përmirësim. Financat kërkojnë më shumë disiplinë, është e rëndësishme të shmangësh shpenzimet emocionale. Sot duhet të tregoheni racionale dhe duhet të mendoni sa praktike dhe nevojshme është diçka në rast se ju duhet shpenzoni para për të. Në të kundërt, atëherë të gjitha ato parat mirë është t'i vendosni në një kuti kursimesh dhe t'i shfrytëzoni për diçka e cila ju vlen më shumë për zhvillimin personal.